Fillimisht duhet ta dim se leximi formal bart atë vlerën e tij, nuk është themi pa shpërblim. Pra çdo shkronjë e Kuranit bart vlerët e Zotit. Leximi i çdo shkronje të Kuranit edhe pa e kuptuar bart 10 shpërblime, siç e thot edhe profeti alayhis salam në një hadith të tij. Por në të njëjtën kohë duhet theksuar se Kurani nuk është zbritur, pra nuk i ka ardhur njerëzimit, nuk është shpallur thjesht për t'u lexuar formalisht. Është edhe aspekti kuptimor, sepse Kurani është një mesazh universal, i dërguar pra, i shpallur për të gjithë njerëzimin, nga koha e profetit Muhammed alayhis salam deri në fundin e njerëzimit. Kjo do thotë që mesazhet që barten në pra nivelet kuptimore që fshihen në versetet e tij, u janë shpallur, mund themi, janë për gjitha epokat e historisë së njerëzimit. Dhe çdo njeri në bazë të leximit të Kuranit dhe fokusimit, thellimit në kuptimet e tij, mund nxjerr margaritar dhe kuptime të ndryshme nga Kurani famëlar.